بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الأذريمة إتاكوين بتم الله عز وجل صلوات وسلامات يدركوا محمد عليه الصلاة والسلام Oqë edhe mëshira Zotë Gjellewala qofë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e parë prej ligjëratave të namazit të natës, si çdo Ramazan edhe këtë Ramazan vazhdojmë me kryerjen e këtij ibadeti së bashku. Dhe do të mundohemi që para fillimit të namazit me trajtu temat të cilat kanë rëndësi të veçantë në fenë e Allahut Azza wa Jall. Dhe tema e parë që do të startojmë sonte me namazin e natës, me qenë se jemi në muajin e Kur'anit, kom vendos që me zgjedh hadithet pejgamberit alayhisalam që flasin për madhështinë e këtij libri, për ndikimin e Kur'anit në jetën e përditshme të muslimanit, për vlerën e atyre që jetojnë me Kur'anin famlar dhe e llogarisin Kur'anin famlar si udhërrëfyes të jetës së tyre. Kush kërkon udhëzim jashtë Kur'anit nuk ka për ta gjetur atë. Kush kërkon lumturi reale jashtë Kur'anit nuk ka mundësi për ta gjetur atë. Përmes këtyre haditheve edhe disa ethereve, fjalëve të parëve tanë, do ta kuptojmë që Kur'ani ka vlerë të madhe dhe pa Kur'an jeta jonë nuk ka kuptim, jeta jonë nuk ka shije. Për atë arsye habitet insani njeriu se si ka mundësi me i thonë vetës musliman edhe mos me ditë me lexu Kur'an, se si ka mundësi me falë namazin, 5 kohë namaz, me kalu kohë e gjatë edhe mos me ditë me lexu Kur'an. Dietarët kanë thonë që ai i cili bën 6 muaj që e ka nisë mu falë, që e ka nisë me vot teube, edhe halas ka mësuar me Kur'an, duhet me ripërtri pendimin edhe një herë, për shkak se s'ka bërë teube dhe pendim serioz. Andaj jeta pa Kur'an, mi thonë vetë musliman, nuk ka kuptim edhe shije dhe normalisht nuk kuptohet lehtë edhe nuk perceptohet lehtë. Me plot drejt e ka thënë njëri prej dietarëve bashkëkor një fjalë që mendoj që kjo fjalë duhet me u shkru me ngjyrë ari. Cila është ajo fjalë? Halu salafi ma'al Qur'ani ki haluna ma'al jawal. Raporti i selefit, të parëve tanë, me Kur'anin ka qenë që ashtu që është raporti jonë sot me telefonin, me mobilin. Mazë dalën për banjës, në telefon. Dikush edhe në banjo, në telefon. Mazë buke, në telefon. Të hongë buk, në telefon. Para gjumit, në telefon. Mazë gjumit, në telefon. Para namazit, në telefon. Mas namazit, në telefon. Të hypë kërë, në telefon. Të hygra kërë, në telefon. Të dekë, në telefon. Allah i në vëtë. Qështu ka qenë selefi me Kur'anin. S'ka pas shans mu zgjua ta pe gjumit, mos me lezu Kur'an. S'ka pas shans me flejt, mos me lezu Kur'an për asë me flejt. S'ka pas shans me i kalu dita edhe mos me lezu Kur'an. Kam pas caktum sa me lezu. Thjesht e kam pas jetën e tyre me Kur'an. Nga se s'kan mujt me gjithë ratlëk, diku qeter, kuptohet jashta Kur'anit. Për atë arsye, muslimani duhet me i përgjell kratë edhe me mësu librin e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është njëra prej arsyeve që kum vendos
edhe ligjëratët e sabajit, që ku me fillu para disa ditëve ciklin e ri, pas përfundimit të ciklit 7 grupet e lumtura ditën e gjykimit, kemi filluar ciklin e ri pse duhet ta lexojmë Kur'anin, duke pru motive edhe arsye shtesë për ta lexuar Kur'anin. Vetëm me qëllim që mi këndell disa zemra dhe mendje dhe logjika të njerëzve që ka mundësi me të njëri pa Kur'an edhe me thonë vetë musliman. Edhe këtë cikël të namazit natës kom vendos para me ja kushtu Kur'anit nga një këndvështrim tjetër, se jemi në muajin e Kur'anit edhe me rikthy edhe në vlerën dhe pozitën e Kur'anit në zemrat e muslimanëve. Hadithi i parë që na stimulon ta mësojmë këtë libër, të ndajmë një kohë këtij librit, sidomos Ramazan, ose i tharët e Kur'anit hum ahlullahi wa khassatuh. I tharët e Kur'anit, ata që lexojnë Kur'an, janë të veçantit e Allahut Azza wa Jall, edhe janë të afërmit e Zotit Xhella wa Ala. Të veçantit e Zotit do thotë të jesh me pozitë veçantë e Zotit, të jesh i dalluar te Allahu Azza wa Jall, ndërsa sa i përket ehlullah, të afërmit e Allahut Azza wa Jall, me fjalën të afërmit na nënkuptojmë edhe kuptojmë ata që i kemi më të afërm, bashorti, gruaja, fëmia, prindrit, vllau, motra, edhe kështu me radhë. Andaj afërsia e Allahut me ta është e veçantë. Për atë arsye, këta njerëz të cilët jetojnë me Kur'an, e mësojnë Kur'anin, punojnë me Kur'an dhe vdesin me Kur'an, janë ehlullahi wa khassatuhu, të afërmit e Allahut Azza wa Jall, edhe të veçantit e Zotit Xhella wa Ala. Hadithi i parë transmetohet nga sahabiu i nderuar Enes ibn Malik. Enes ka qenë shoku i pejgamberit, i ka shërbyer pejgamberit 10 vjet. Edhe Enes e transmeton këtë hadith veçantë pejgamberit alayhis salam, dhe këtë hadith e ka regjistruar Ibn Majah në Sunenin e tij, ndërsa Sheikh Albani, Allahu i mëshiroft, hadithi ka thonë që është i vërtet sahih. Hadithi është i veçantë për shkak se kemi të bëjmë me njerëz të veçantë, me njerëz që janë elitë e zgjedhur, elitë e veçantë e Allahut Azza wa Jall, që janë të afërmit e Zotit Xhella wa Ala. Çka tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thotë Enesi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas. Allahu Azza wa Jall ka të afërm nga mesi i njerëzve. Fjala ehlin do thot ka familjar, po Zoti s'ka familjar, se Allahu është një, nuk ka nevojë për askë Xhella wa Ala. As nuk është i lindur, as nuk ka lindur, as nuk ka djem, as nuk ka vajza, as nuk ka bashorte, as nuk ka rivalitet. Për të arsye tha pejgamberi, inna lillahi ahlina minan nas. Me të vërtet Allahu Azza wa Jall ka njerëz të afërm të tij të veçantë. Qalu ya Rasulullah, kur e dëgjuan këto sahabët, thanë kush janë o pejgamberi Allahu? Ta dim kush janë ata. Nëse jemi, elhamdulillah, dhe na pyetymve. Nëse s'jemi, dëbohemi pyetymve. Andaj pejgamberi më ka plasu këtë thënie, me nxit njerëzit, me bë pyetje se kush janë ata. Me qenë i afër e Allahut, është punë e madhe. Njerëzit sot japin parë, derdhin djerës, mundi, bohen servila njerëzve veç me qenë afër filanit, me qenë krah filanit, pranë filanit. Se nështë e shoh hajrin të njerë, për shkak pozitës apo për shkak pasunisë. Luftojnë me qenë afër filanit e lanit. Kjo është e Zotit. Ata s'kan kur gjuhën dorë për vete, e lemu për ty dhe për mu. Çdo gjë është në dorën e Allahut Azza wa Jall. Për arsye me qenë afër e Allahut, duhet me lobu shumë, duhet shumë me sakrifiku. Ama që ku e ki mundësi? Ramazani, dëshmoja Zotit që unë e përdu me qenë për ty vë Allah. O Allah, unë e përdu me qenë i afër mi joti, i veçantë i joti. Privilegji madh është. Inna lillahi ahlina minan nas. Allahu ka njerëz të afërm nga mesi i njerëzve. Ka njerëz do thot veçantë, të afërm nga lloji i njerëzve. Që Allahu i don ata.
I thënë, kush janë ja Rasulullah? Tha pejgamberi, hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khassatuhu. Tha alayhi salatu wassalam, ata njerëz janë idhtarët e Kuranit, janë dveçantit të zgjedhurit privilegjuarit të Allahu Azza wa Jall. Me qenë i afërt i dikujt, do thotë që je i veçantë ai, ke pozitë, sa që jepet mundësia, ai të veçon tyje, dallon me hedije, me të mira, ty të ka të veçantë, ty dallon. Nuk e i zakonshëm të ai si tjertë. Kështu është edhe në dunja. Pra mendoni, me qenë i afër me atij që qelësat e depove, mirësive janë duhet atij xhelalu ala. Me qenë i afër i atij që të gjitha të mirat vijnë nga ai. Çdo krijesë rrezikun e ka te Allahu Azza wa Jall. Për dashuja tha, ata janë idhtarët e Kuranit, janë të veçantë të Zotit. Çka do të thonë idhtarë i Kuranit? Do thotë që jeta jote me Kur'an duhet me qenë sikurse jeta jote me telefon. Kallëzohet ders në telefon non stop. Fillon me fal namazin, se merr tekbirin e fillestar, kush i çoj mesazh. Përfundon namazi, vjen koha e dhikrit, mëse me madhru Zotin, me shiu dhikrin në telefon, se mos ata që kanë bitcoina. Leviti, klink, klink, klink. Çka kjo punë kështu? Ço është lidhja kështu me këtë telefoni i cili po na vjedh me kohë, me jetë, me familje, me krejt. Që shka mundësi na me qenë të afër me të Zotit, kur në Kur'an gjysmores kemi sabër me lexu ose me dëgju, ndërsa në telefon jemi gjegje non stop. Edhe në banjë Allah i nderoft, dikush në telefon. Për të arsye, se ma shto vete me thonë unë jam i veçantë të Zotit. Ja, ka kritere. Qysh ka kritere mu afru të kryetarit, të Zotit ka kritere ma shumë ajo Zot, i patmeta. Andaj, nëse deri tas se ki kuptu se s'mun më afru të Zotit me diçka tjetër ma shumë se më franë, tash kuptoje. Thot Abdullah ibn Mas'udi një fjalë të madhe me plot drejtë ka thonë Allahi qoftë i kënaqur me te. Thot mundohu me çka dush më afru të Zotit. Mundohu. Veshin sen ta dish Zot. Nuk ka mundësi më afru të Allahu Azza wa Jall ndryshe përveç se përmes fjalës së tij Kur'anit. Lexoj fjalën e Zotit. Për shembull, del kryetari i komunës, del dekani, profesori do thotë më marrë një mbledhje edhe me tregu botimin e librit së tij. Pamonë çfarë ndjenje ka mundësi me pas ky shkruesi i librës kur merr vesh e filani non stop ka po shkoj me librin tonë. Në kafe librin me vete, atje librin me vete. Ku do të shkon po shem librin me vete? A dallon njëri për tjerëve, normal që dallon është privilegj. Po paramendon Zoti kur shef që ti pia kushton fjalës ti rëndësinë, kujdesin, respekton Allahun Azza wa Jall, pe trajton Kur'anin ndryshe nga librat e tjerë. Allahu kënaqet. Allahu ka çfarë na pa çështu neve, raport me Kur'anin, se jemi mujnë e Kur'anit. Për dobive që i kanë shkoqit dietarët nga kjo hadith është e para, kanë thonë dietarët, atë sa i kushton në rëndësi Kur'anit, çka dhe Allahut kushton në sy ty, dhe çka është afrimiteti mes tij dhe Zotit xhelalu ala. I kushton në rëndësi Kur'anit pak ka më të kushtuar rëndësi Zotit. I kushton në rëndësi Kur'anit shumë, ka më të kushtuar rëndësi Zotit shumë. Mbikëqyrja e Allahut, furnizimi i Allahut është edhe i përgjithshëm për të mirën, për të keqen, por është edhe i veçantë. Bono ty për atyme të veçantë që Allahu mbikëqyr tyje. Bono për atyme të veçantë që Allahu dallon për tjerë me furnizim dhe me çdo gjë. Ama këto ki mundësi veç me bobu mes Kuranit. Por atë arsye, idhtarët e Kuranit, ata që jetojnë me Kuran e kanë këtë privilegj të Allahu Azza wa Jall. Sa ki hise brenda ditës dhe natës me Kuranin, çaq ki me pas hiset e Zotit jot, ki me pas afërsitë e Allahu Azza wa Jall. Përmende Zotin tokë, më të përmende Allahu mbi 7 kaçete, krijesat më ndershme me lejke. Privilegj është. Unë mbaj mbledhja në komunë, unë mbaj mbledhja në kuvend, unë mbaj mbledhja në xhami, unë mbaj mbledhja në bashkinë islame, në shtet. Aleikum selam, edhe ta përmendin emrin. Tonë të shtëpia,
thot dikush kretarit ka përmend kuvent. Allahu Akbar. Çfarë ndjenje. Për mëno, sa herë që e përmend Zotin, Allah e përmend krijesat më të ndershme, të lakuat emri. Cilët e emri jotë? Mi përmend njerëzit kanë thonë ulemoja në dunjë, emrat më marr me njerëz ai ki ai, nëse janë të mirë, as mundje për zemrën. S'mon me lidhë zemrën me njerëz. Ku mi sa më kuni mirë. A përmendja Allahut është shërim për zemrën. E ka garantuar të Zoti. E a ka përmendje të Zotit më të mirë se sa Kurani famar nuk ka. E dyta prej dobive ka thonë ulemoja. Ky Kur'an ka zbrit për të gjithë njerëzit pa përjashtim, ngjyre, nacionaliteti. Për këtë ka zbrit ky Kur'an. Për atë arsye Allahu ka zbrit këtë Kur'an, edhe bejazem kafet lin-nasi jami'an. Për të gjithë njerëzit pa përjashtim, pa dallim ngjyre, pa dallim nacionaliteti. Por normalisht pastaj privilegji jepet tek ata të cilët e pranojnë këtë libër dhe jetojnë me librin e Allahut azza wa jall. Dobia e tretë është madhështia e Kur'anit. Shifet kur muslimani nuk kallëzohet kopras raport me Kur'anin me të tjerët. A ka familje më të bekume se sa kur vjen koha syfyrit, para syfyrit çuan maharet edhe zë Kur'an. A ka familje më të bekume se vjen baba, nana edhe vladët mukabele. A ka familje më të bekume që vinë bashkë në taravi. A ka familje më të bekume që vinë bashkë namaznate. Kjo është bekimi i Zotit. Familja e lidhur për xhami, familja e lidhur për librin e Allahut azza wa jall. Këta njerëz janë të veçantë e Zotit, Allah i përmend me emër para melekëve, krenohet me këta. Shikoni robët e mi, pe kalojnë kohën, natën, ditën, Kur'an të lexu. Mukabeli nuk ka vesh në xhami me bo mukabeli. Përpara se lefet para ton kanë bo mukabeli edhe me libra fetar, jo vetëm me Kur'an, qysh me libra fetar, për shembull, i kam mbledhur baba, migja, daja, familjarët, kush ka qenë më i dishëm, e kanë marrë një libër, e ka lexuar njëri që jetë kanë ngur. Kur gjo mos përfitofshëm, hiç kur hiç. Pesh një më përfitu bollosh. Bereqeti i mexhlisit. Mësimi i Kuranit, dëgjimi i Kuranit. Këta mexhlise përfshihen nga melekët e Allahut, përfshihen nga rahmeti i Zotit, falja e Allahut. Allahu fali këta njerëz që janë të me lexu Kur'an. Allahu Akbar. Me fol për Kur'an, fali këta njerëz. Këtë ders është mu thellun Kur'an, me kuptu begati, madhështinë e këtij libri. Nuk është vesh thjesht ders. E këtu të bime i donë Zotin. Paramendoni Allahu ka meleke që ecin. Sa jahim, në thojza, si taksistët. A ka diçka që taksistët se din? S'ka sa niç. Ata për të kesh, shumë për dyve. Meleke s'ka sen që s'din mirë, edhe shka ndodh kesh tu, s'ka kushoj që. Allahu i lajmëron. Ecin. Edhe kur i shohin këto tubimet, Kur'anit, Allahu azza wa çu gjetë të robët e mi. Vallahi gjetëm xhami para namazit. Kallëzoshin ders për Kur'anin, dikush ngojke, dikush folke. E mësojshin Kur'anin, folshin për librin tonë o Zot. Allahu azza wa thot: mi a falë në gjunat krejt. Njoja për melekeve, dhe pëse Zotë e di më mirë, tha, ja, Rab, fihim fulan. O Allah, është filanin ders. Zotë e din. është filanin tha ders. Edhe i thot Zotit, çka me filanin? Edhe pësa ja di më mirë se meleku, tha, filanin nuk ka arë bashkë për Allah. Nuk është bashkë ashtu, që është do këtë. Zotë thot, këto me gjlise nuk del kur kush gjep zbrazur, nuk del kur kush me dur në gjepa, nuk del kur kush 0-0. Këto me gjlise në të bekume dhe nuk del kur kush i mjeruar, për shkak me gjlisit falja dhe ati. Baki unë e se mejtoj, në ma falj. Për shkak të rubime Allah falja mua, baki ti tjetëri, si dim kush jemi. Kështë do këmit mirë, të Zotë e këmit shfa pozit e kene. Allahu ala. Për të arsye, me qeni veçantë i Zotit nuk është punë e letë. Nuk është punë bon zvonë.
është privilegj. Sakrifis duhet. Prej dobive që i ka zirë djetarët është pejgamberi alayhi salatu wasalam shpesher edhe këtë hadith dhe hadithe tjera e ka provoku logjikën njerëzore dhe intuitën e muslimanëve. Edhe hoxha duhet me përdor këtë metodë, edhe profesori në shkollë, edhe prindin, familje. Çka i tha pejgamberi? Inna lillahi ahlina minan nas. Për me të vërtet, Allahu ka të afërm të tij nga mesi njerëzve. A dini kjo fjalë? Vesh po mujnë me paramenu, që shka mujtë me ndiku të kështu të pejgamberit. Ata gjithmonë kanë qenë kurreshtar me ditë diçka për fe, ma shumë. Por kur e kanë ndiket fjalë, Allahu ka të afërm të tij, të veçantë nga mesi njerëzve, më njëherë kanë pyet, kush janë ata ja Rasulullah? A himina? Nëse si jemi të bomi, tha pejgamberi, ata janë të veçantit e Zotit, janë i thartë e Kuranit, që janë të lidhur me Kuranin. Më nërë interesu. Dhe përgjithja ka qenë e frishme pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ku ta shohim mësuesi, hoxha, që xhamati kanë në gjumë, apo xhamati do thotë spongojnë ders, po shin telefon, po bojnë muhabet, duhet kanë erë me plasu diçka që me ngrit intuitën. Duhet kanë erë me nxit, që me çu kokën, me e ngacmu veshin, logjikën, çka po thot tash? Kjo ka interesant. Jo me kallzu prova, po me kallzu gjëra që ngritin imanin edhe lëvizjen intuitën e besimtarit. Gjithashtu prej gjërave që i mësojmë është pejgamberi sa gjithmonë i ka prek disa pika që i do Zoti. I ka prek disa pika që janë edukative, raport me Allahun azza wa jall. Nga se nëse me Allahun si jemi të edukuar me krijesat e Zotit ka më qenë më vështirë. Nëse si edukuar me ata që t'jep të mira më që zemrove me krijesat e Zotit hala më hiç. Prej dobive kanë thonë dietarët, prej metodave që shmu bu i veçantë i Zotit edhe i afër me Allahut azza wa jall është e para është pa tjetër me marrë një fletë bardhë. Edhe brenda ditës mi qitë disa pikësynime raport me Kuranin. Ku që është më mëngjes? I vendohë disa pika. Pika parë është ku mi lezu 10 faqe. Pika dytë është se di Kuranin përmenç, ku me mësu diçka përmenç. Pika tretë është nuk e di arabishtën, ku me zgjidh një ajet, ku me mësu arabisht edhe shqip. Pika tretë është ku më ndalë me lezu ajetin shqip, disa komente shkurta dietarëve edhe me shënu disa pika. Pika e parë, ajeti na mëson këto. Çka ndodh me tani me këto? Ndryshe ka me qenë raporti jot me Kuranin. Kjo zemër ka plohet nga etja. Qysh thahën bust, qysh thahën mushkënit, që ashtu dhe zemra thahat, ama jo me ujë. Jo me gjëra që të kanë të bëjnë me jetën e përditshme të insanit, aspektin ushqimor, po ka të bëjnë me aspektin e imanor. A dini sa njeri i kanë zemrat e ngurta dhe ju në faqe 10 vjet, 20 vjet, edhe vetë se sa si unë qa nga tharja. Për të arsye kemi komentu këtu kush e ka ngu dersin para xhumas. Nëse s'ka bëj para 2 xhumave, fjalën e Uthmanit, fjalën e madhe, ku ka thonë lau tahurat qulubukum lama shabi'at min kalamillah. Sikur të ishin të pastra zemrat e juaja që duhet, kur nuk kishin pas mungop se lezuar i fjalën e Zotit. Se në kishin mujt me hek etjen, që Kurani vendi i tij është zemër, dhe kjo zemër etet, sa që etet lyp me lezu Kur'an. A ka dukush me neve që zemra i rre, edhe i thot çuka për Kur'anin se diçka si o mirë. Vështirë është. Mazë neve që në kanë dhëru Zotin me mësu përmenç, se kemi ketë komoditet atë kush e ka për qërë. Allahu na falë. Pra të syje thot Allahu azul, e felajet e dembelu në Kur'an, e mala kurubin e këfelua. Pse masini kanë me të tonë e Kur'anin, zemët e juve kanë ndryna, që këtë problematikë të nëruar, vëllezër dhe motra, moti zeman, moti ko pejgamberi ka paraqitur si ankesë të Zotit. Para 1450 vjetë është anku pejgamberi për ty edhe për mua. Wa qala ar-rasul, Allahu tha në gjuhën e pejgamberit dhe tha pejgamberi alayhis salam, ya Rabb, o Allah,
Moni thirrje. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Populli jam e ka marrë Kur'anin diçka si ditësore. E ka shkalu Kur'anin. Është distancuar nga Kur'ani, si në lexim, si meditim. Është distancuar si puna me Kur'an, jeta me Kur'an. Ankesë ka paraqitur pejgamberi për neve, e që erë kjo zaman që na pëlqejojnë. Injila mas falsit Taravia 120 vjet. Çonë me dorën kush dhe me lexu Kur'an. Dalin 10. Qysh? Sa veti fali 5 vakte 60. 10 dini me lexu Kur'an? La ilaha illallah. Këto sa i kemi që di me lexu Kur'an? 1, 2, 3, dashnimi 4, 5, morimi 6, 7, 8 gjata, do të pi 30 vetëve, 8 vetë, 70 gjemani ku qëtuan, do me konën mesatare e ma në altë. Për të arsye, kom zgjedhë që me nxjerr dobi nga hadithet e pejgamberit dhe nga fjalët e para tona raport me Kur'anin, me kallëzuar se shumë larg jena me ngrit vetdijen, që mi thon vetes nuk du me nxon vdekja pa ditë me lexu Kur'an. Dobia e fundit nga ky hadith është, kanë thonë dietarët, zgjidhi havera tu ata që di me lexu Kur'an dhe arrim ata më shumë. Ai që s'di me lexu Kur'an, atë vetë sa faqe ki lexu sota? Ja. Atë thot hadeve po lexoj pa Kur'an 2 minuta tani pim kanë kafe. Ja. Hym kërtë atë, a Kur'an pungon ai ben ilahi çore. Në kur dhe ilahi ai pengon. E shoqi i mirë nuk thot kështu. Shoqi që di me lexu Kur'an vetë, ose thot apo pim kafe valla më fal bese sot s'kum pas vak me lexu Kur'an, bile një 2 faqe të lexoj. Vesh 1 2. E që që shoshni në dojmë që wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, tha Allahu në surën Nasr, shoshni që urdhon njëri tjetrin për të vërtet Kur'an edhe me bëu sabër, me mësu këtë vërtet Kur'anin. Allahu azza wa thot al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin. Shokët kanë me qenë armiqtë një tjetrit ditën e llogarisë. Vesh ata që jonë që urdhon një tjetrin për devotshmëri, jonë do thot mish të një tjetrit. S'u du me zgatë më shumë, kjo është vetëm një hyrje për të tregu për madhështinë e këtij libri Kur'anit famlart. Pra me neve ishte hadithi i parë, të cilën e shënoi Ibn Majah në Sunenin e tij, e saksoi Sheikh Albani Allahu më qëroft, dhe transmetoi sahabiu i nderuar Enes ibn Malik, i cili tha se ka thonë pejgamberi sallam, inna lillahi ahlina minan nas. Me të vërtet, Allahu azza wa jall ka të afër nga mesi i njerëzve. Kjo e zgjoi kurreshtjen, intuitën, dëshirën për të pyetur sahabët të njëzëri, men hum ya Rasulullah, ku janë ata njerëz që kanë të veçantë Zoti, pas kanë pozitë Zoti. Tha alayhi salatu wasalam, hum ahlul Qur'ani, ata janë idhtarët e Kur'anit, ahlullahi wa khassatuhu, ata janë pra të afërmit e Zotit edhe të veçantit. E për ta çka ka? La khawfun alayhim wa la hum yahzanun, për ta nuk ka me pas frikë momentin kur të zohet shpirti e as varr, as nuk ka me pas dëshpërim momentin kur të dëzohet shpirtin e as në varr, pa e çka është më e mira as para Allahut azza wa jall. Allahu na bëu prej të afërmit të tij. Elu Zotin ta përmirësoj raportin ton me librin e tij. Elu Allahun ta bëj Kur'anin pranverë të zemrave tona. Elu Zotin e Madh që t'i lidh zemrat tona me Kur'anin famlar, ta bëj Kur'anin urdhërefyes të jetës tonë dhe ta bëj Kur'anin praktik e jetës tonë, në mënyrë që dalim me faqe barë për Ramazan sa Allahu azza wa jall. Allahu shukran, walhamdulillahi rabbil alamin.